Ju ngritet një problem që thot ka ndërtuar në Kënet, se këtë e kisha në shkrimin tim para 2 Fiks, e kam lexuar. Tash ti, përpos abuzimit me parat publike, përpos korrupsionit, përpos gjithë këtyne, vetë qytetarët shqiptarë, që ose mund të quajmë qytetarë, se nëse kemi arrit qytetarinë akoma, se nuk do ishim këtë gjendje po të kishim qytetari. Njerëzit mas 90-s shkuan ndërtuan Kënet, shkuan ndërtuan shtratët e lumit. Dhe tash kërkojnë që ti shkojnë nim pse na u myt shtëpia, zotni. Kush ndërton shtratë lumit? Kush ndërton në Kënet? Kush ndërton në përfusha se kemi ndërtuar ne? Ju e dini shumë mirë, fushat historikisht nuk zihen. Janë në kry, në kodër dhe fusha lehet e hapur komplet, nuk zëhet fusha. Lehet e hapur sepse nuk ke edhe tokë bujqësore, ne s'kemi. Po, tash ti, të gjithë këtë masakër që e kanë bërë shqiptarët bashk me shtetin, me vetë njerëzit që ndërtojnë, ose Tirana prisë për mytë Tirana se kemi ndërtuar. Pra, të gjithë këte, tash vetëm vejmë gishtin, po mirë, a me numën e përpara se me i bo këto? Fiks. Se unë po t'jem unë shtet, ke ndërtu pa leje, po, se ka desh që në fillim kjo, u la për 35 vjetë. Hiqe. Edhe sot, dhe kur t'ikësh t'i vetë, letë mytësh, letë bohesh nuj, aty në pelk. Kupto? Kush ka thonë të me shku me ndërtu në Kënet, mërë zotni? Që prish gjithë ekosistemin. Se Këneta ka dhe Këneta një po, ka funksionin e vetë. Ka funksionin e vetë. Mikroklimin e vetë. Pra, ne jemi njerëz që ndërtojmë vetë katastrofën dhe pastaj qahemi për katastrofën. Se kur ta bje natyra, ta bje. Po nuk janë katastrofa natyrore këto me 30 mm shi.